analog. Shkoj për herë të parë në Chicago, në Amerikë, dhe një shqiptar që kishte lind atje, kishte marrë akademinë dhe punonte në policinë amerikane në sektorin e krimit ishte. Dhe mbaj mend që ky duhet më çonte në Detroit. Ishin televizion shqiptar atje dhe unë do shkoja të jep një intervistë te televizioni i Michiganit, duket, po televizioni i Michiganit, dhe duhet shkoja atje. Dhe vura re gjatë rrugës, në momentin që hym në Detroit, vura re që kur futëm brenda në qytet, na vitin makina të njerëzve me ngjyrë, na afroheshin, na shikonin nga xhami, dilnin përpara dhe pastaj fap zhdukeshin. Ecën shumë shpejt. Dhe po më kujtoheshin situata që kishim kaluar në Shqipëri, që kur shkonin në qytet të panjohur, vjen dikush të shefin një. Ti identifikoj eri kujt je. Pastaj të del përpara, shikon çfarë targe je, nga ke ardhur. Ndërkohë, unë e dija që makina në cilën kisha hipur unë përpara kishte flamurin shqiptar, sepse në Amerikë lejohet që targa e përparme ti mund të vësh emrin tënd, po mund të vësh çfarë duash. Dhe ky kishte vendosur flamurin shqiptar. Mbrapa kishte targën. Dhe në një moment e pyetën, çfarë duan këta mu vllai, thashun, se po më duket sikur jam laçi, thashun, aty vin të shohin këta. Dhe ai qeshën, dëgjon thamu, kemi hyrë në një zonë tha të Detroitit që ka nivel të lartë kriminaliteti, por tha, ata vinë na shohin edhe kur dalim përpara, shikojnë flamurin shqiptar, tha, largohen. Si ka mundësi, thashun? Po sepse ka patur një ngjarje këtu, tha, dhe 3 grabitës hispanik, Meksikan, ishin duke dhe një nga Guatemala, kishin shkuar për të grabitur 2 shqiptar, të cilët kishin pasur me vete të dy së bashku $200. Mirë po, atje parimi ishte që zakonisht amerikanët që ja dinë vlerën jetës, kur në kanë mundësi të reagojnë, t'japin lekët dhe vazhdojnë punën. Ndërkohë ata nuk e dinin që shqiptare e mbron një lloj si 100 milion. Deri ditë e funit, si 100 lekshin. Edhe 10.000 lekshin. Dhe shqiptarët ja u kishin marrë armë dhe i kishin vrarë të 3. Dhe kjo është shënuar edhe në manual atje, dhe u thuaj që nëse keni të bëni me shtetas që vijnë nga këto zona të Ballkanit, ishte për grabicit kjo. Bëni kujdes sepse ata do të reagojnë dhe mund të rrezikoni jetën. Ndërkohë, në zonën që hymë në Detroit, ndodhin në ditë 5 vrasje. Dhe thashë si ka mundësi që në këtë zonë ka kaq shumë krime? Shikoj thaj, ne dhe turistëve, ne nuk i ndalojmë, por nuk ja u rekomandojmë të hyjnë këtu. Thashun, po se kam parë në televizion, do të kishe edhe 10 ditë në Amerikë. Thashun, se kam parë në lajme, ç'a kanali shef ti thë? Nuk e thash CNN-in.